E di që ky lajm do t'ju shqetëson të gjithëve, pasi që është me të vërtetë shumë serioz. Bani kujdes fëmijët e juaj, pasi që ditëve të fundit kanë filluar raste të lajmërojnë për tentim kidnapimeve. Pra, bile rasti më i fundit është kap një fëmijë me dhunë dhe është tentuar nga persona të pa identifikuar që të mirët. Fati i fëmijës është që ka arrit të shkëputet nga dora dhe pastaj personat e panjohur kanë ikë edhe ka shpëtu fëmijë, por duke i ndihmu edhe njerëz të tjerë. Pra, të gjithë ju që jeni rreth Austrisë, pra, aktualisht, ku është rreziku, pra, rasti i fundit që e përmenda ka ndodhur në Vjenë të Austrisë, por ka edhe shumë raportime të tjera që janë rreth Austrisë, pra, që po tentohet pra të kidnapohen fëmijët. Është lajm tronditës pasi që është ndodhur në Evropë, nuk është ndodhur pra në Afrikë, por unë e poshtë arsyeshme t'ju njoftoj dhe t'ju them që ruani fëmijët, mos i lejoni të shkojnë vetë në shkollë. Edhe policia, pra, kërkon bashkëpunimin e juaj që të kujdesni sa më shumë, t'i mësoni fëmijët, pra që në qoftë se tenton një person i panjohur të kap apo ta marr të pisket, pra që ta ndëgjojnë të gjithë, që të shpëtoj, pasi që me të vërtetë mund të jetë tani edhe vonë. Unë e di që shumë kanë po thojnë kajherë pro lajmet të këqija, por unë nuk e shoh këtë si lajm të mirë, si lajm të keq, por e shoh si një informacion të mirë, pasi që po ju njoftoj për diçka shumë të rëndësishme. Unë ju përshëndes të gjithëve, shpërndoni këtë video me respekt. Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.